10 banor të Kreshpanit në njësinë administrative Cakra në Bashkinë Fier kanë protestuar para ditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm. Të indinjuar ata pohojnë se prej vitesh nuk furnizohen me ujë në rubinetat e qesmave të tyre, teksa theksojnë se qesma e fshatit është i vetmi burim natyror uji në zonë ku furnizohen edhe banorët e fshatrave më të afërt. Edhe pse ujësjellsi ka investuar në rrjetin ujësjellës, uji vijon të mungojë pa ju shpjeguar askush arsyen, ndërkohë që janë edhe taksa pagues të rregullt. Banorët thonë se janë rreth 400 familje që e vuajnë mungesën e ujit në përditshmërinë e tyre. Po bëjmë mos flas mbi 10 vjet që vuajmë në ujit. Thonë, vinë muaj i behar, 3 muaj, 4 muaj e beharit, na thonë do vi ujë sot, po jo nuk ka, jo nuk na hedhët e depa, jo nuk e bjem këteja, vim mundohemi, marrim frezat që ke makinat, dhe vim i mushim ujë tu. Pra qesme e fshatit, është vetëm rrugë zgjidhje, që vim i mushim ujë. Kemi pagojmë lekët, muaj për muaj i duan lekët, po si pagojmë lekët muaj për muaj, hipën taksat atë. Tubacioni është dhe ujë nuk ka. Thjesht na thonë do vi. Në çdo verë është kjo situatë. Sa vite ka që është shtruar linja e... Ka 2 vjet. 2 vjet. Presin fond. Kështu thonë presin fondit vetë fondi nga para. Thjesht janë shtruar linja dhe ujë s'ka. Vemi te drejtoria, ai thotë do të çoj ujë. Ku e ke? Që i me lekët? Mua unë jam burr plak. Që ti marrësh lekë? Ja po vim këtu, po e marrim me hajvan ujtë. Që ta mbajmë me ujtë? Edhe në qofë se do lidhet linja, neve nuk na vjen ujtë. Se qa problemi e kanë, se dhe kysh e kanë, ne nuk e dim se kysh bëhet kjo punë. Nuk ju sqaron askush? Faren. Nuk janë sqaruar. Bile, një x mua më tha që në qofë se linja e re do lidhet, ju e jeni pa ujë. Ne jemi 6 familje atje. Banorët pohojnë gjithashtu se pranë qesmës ndodhen edhe koshat e mbeturinave duke ju friksuar edhe rreziku të infeksioneve. Përballë kësaj problematike shumëvjeçare, ata bëjnë apel të dëshpëruar për zgjidhje të shpejtë të situatës, pasi puset e hapura privatisht thahen gjatë stinës së verës dhe qesma pakson ndjeshëm ujin. Gojshova, Cakre mbi mbush i këtu me bidona. Unë që i kam parë që kam shpinë këtu afër. Edhe na jo, edhe se mbajnë as qesmën. Komuna vjen shtron që këtu edhe iku, e hodhi zhavor. Ka mbeturinat, po, hidhen qenë e maqë aty. E tërë fshati këtu i hedh. Edhe Tomi, edhe ky që është në myrte i ka prur këtu. E kemi parë qeskat. Të terë, hese mbushin ujë këtu, e hedhin këtu në kazan. Zemë, sot është pastruar që, po. E ndjeni vetëm një fshat i braktisur? I braktisur. Ne kërkojmë që gjithë fshatit ketë ujë, se në behar këtu mblidhen në gjitha fshatrat. Zën edhe radhën. Po për shkak të radhës? Po, për shkak të po atë doshja të thoshja që për shkak të radhës edhe mund të ketë edhe konflikte këtu. Burimet pranë drejtorisë rajonale të ujësjellës kanalizimeve Fier pohojnë se linjat e reja ende nuk janë vënë në funksion, por ato ekzistuese ende janë aktive dhe furnizohen 4 orë në ditë.